Pranë monumentit të pavarësisë në Vlorë, u zhvillua ceremonia e ngritjes të flamurit me rastin 113 vjetorit të pavarësisë. Në ceremoni ishin të pranishëm presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, prefektja e Qarkut të Vlorës Evi Sallushi, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, drejtues të pushtetit vendor dhe qytetar. Pas ekzekutimit të himnit kombëtar, presidenti Begaj, kryeministri Rama, presidentja Osmani dhe kryeparlamentari Peleshi dhe kryebashkiakja Mersini vendosën kurora me lule dhe u përkullën me respekt pranë monumentit simbol të kurorëzimit të përpjekjeve shekullore për liri e pavarësi, si homazh në këtë ditë të rëndësishme kujtese mbarkombëtare. Shqipëria feston 28 nëntorin, 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. 28 nëntori përkon edhe me ditën kur Gjergj Kastriot Skënderbeu ngriti në vitin 1443 flamurin e kastriotëve në Krujë, duke udhëhequr rezidencën kundër perandorisë osmane. Pavarësia e Shqipërisë u shpall më 28 nëntor të vitit 1912 nga Ismail Qemali në Vlorë. Në kuvend morën pjesë 83 delegat nga të gjitha trevat shqiptare, ku 40 prej tyre nënshkruan aktin e pavarësisë. Menjëherë më pas, Asamblea formoi qeverinë e parë të pavarur, të kryesuar nga Ismail Qemali, si dhe Këshillin e të Urtëve, njohur ndryshe edhe si Pleqësia. Me vendimin e Kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë dhe i pavarur.